bëri marrëveshje me Ramën. Po mirë, pse nuk e votuan kundra socialistët Ramën? Për shkak se bëri marrëveshje me Bashën. Marrëveshja 2017 Basha Rama shmangu luftën civile, zotni. Dhe ka pas një skenar rus në ato vite, i kam shpjeguar në studin tënde që ka qenë tentativa për vrasjen e zotit Basha. Ajo nuk është më sekret, garda ka marrë masat shtesë. Ishte përgjakja e Parlamentit të Maqedonisë me 27 prill. Zaev rrahur. Po, është në mënyrë barbare. Ata kishin projektuar vrasjen e Elhametit. Dhe ata nuk e lejuan. Shqiptarët ja Elhametit. Zgabojnë dhe Zjadin Sela. Po, Zjadin Sela u godit rëndë, po përgjak Parlamenti i Maqedonisë Veriut. Mos harrojmë se i vit më parë në tetor 2016 kishte ndodhur grushi i shtetit në Maltëzi, përpjekja për grush shtetin në Maltëzi, i sponsorizuar i mbështetur nga Rusia. Kemi pastaj në janar 2017 ndalimin në mënyrë të paligjshme të zotit Ramush Haradinaj. Të gjithë këta ishin skenar. Tani këta skenar pa përplasën pra bota serbe, e mbështetur nga bota slave, që e ka të gjithë slavët në një shtet, të vetëm. Pra, ide e ka hershme, siç janë përpjek në kohra që nga koha Pjetrit të Madh, Katerinës së Madhe, për të bërë Romën e tretë, pas Romës Konstantinopojës, për të bërë Romën e Moskës, por mitet po bien. Ai ke patash. Putini është strukur. E nëse të kujtohet deklarata e Trumpit, tha me ka ftuar Putini në Rusi, po ç'është e vërteta, i tremën raketave Zaevit se do shkoja të takoja Putinin, po kam frikë. A ke parë sot 400 dronë kanë sulmuar Moskën. Sot. Pas ka më mite. Dhe ata që shpesonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bien, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm po ridimensionohen fuqishëm në një rënd të ri botëror, ku po përplasën dy botë, autokraci me demokraci. Shumë dakord. Krim me antikrim. Me këtë analizë vesi me virtytin. Po kthehemi pak azgan tek PD-ja. Jep një koment sepse me Amerikën është dhe një qëndrim. Është hequr non grata thon të zotit Berisha. Është thash shumë bukur. E kam shpjeguar në studiet, në gjitha studiet, edhe me ty në televizionet të tjera. Berishës nuk i është hequr në ngrata. Çfarë ka ndodhur? Po. Berishës nuk i hiqet në ngrata. Berishës i është dhënë leje e kufizuar për shkak të një vizite mjekësore, se kështu e ka kërkuar zoti Berisha. Dhe e kanë aplikuar disa herë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e heqin në mënyrë të kufizuar për arsye diplomatike, për arsye madhore të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe për arsye humanitare. Këtu futet zoti Berisha. Tani pyetja është këtë thjesht, a ka bërë kërkesë zoti Berisha të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në vjesht tha mund të shkojë. Ja, në vjesht tha mund të shkojë nëse ka ndonjë aktivitet, tha kombëtar apo ndërkombëtar. A ki bërë kërkesë për vizë zotëri? Sepse dy janë bërë më herë dhe janë refuzuar. Me beri tha telefon, tha, erdha, tha, po ku ishe? Mas dere ki qenë. Ku ishe? Ja, erdha unë, ka që ishte. Tani Berisha nuk shkon të në Amerikë. Dhe Berisha ka pas dhe i përpjekje tjetër me shku në një aktivitet në OKB, për shkak sepse OKB-ja ka një ekstraterritorialitet. Pa aty ka qenë Hasan Roza, aty ka qenë edhe Gaddafi, kanë qenë edhe Fidel Castro, kanë majtë fjalime dhe janë kthyer. Ahmadinejad, gjithë problematikët. Tani deklarata, firmosja e zotit Trump për vazhdimin edhe një vit të sanksioneve të Bidenit dëshmon që ende ka probleme. Gjendje e emergjencës. Gjendjen e emergjencës. Dhe Berisha për çka është sanksionuar? Për pengim të drejtësisë, minim të demokracisë, cënim të sigurisë kombëtare, për korrupsion madhor. Apo bën një të ngjallë zoti Rama? Apo e pengon drejtësinë? Sepse nuk lejojmë ja heq imunitetin Ballugut. A është pengim drejtësie haptas? Po zotëri. Sa lojna politike ka bërë Rama? Po me Xhashka në vendin të Xha, nuk zbatoi vendimin e gjykatës kushtetuese, çoi në Venecia, Venecia nuk merrte vendime. Në cilin vend të botës, edhe në diktaturë ndodh që një gjykatë e një niveli më të ulët nuk zbaton vendimin e një gjykate të një niveli më të lartë. Siç ndodh në Shqipëri. Apo që parlamenti nuk zbaton vendimin e gjykatës. Mos kalojmë nga dega që ti marrim me radhë. Po me radhë. Ekipi i PD-s si të duket. Po ekipi i PD-s peng. Se këtu jam të vula. Problemi është vula. Ka rekurs në gjykatën e lartë, tash 2 vjet.
Është bërë rekursi? Po, është paraqitur rekursi, është caktuar dhe relatori. Dhe s'është caktuar plotësimi i trupës, nuk është bërë plotësimi i trupës gjykuese që gjykon e ka pranuar gjykata rekursin. Dhe gjykata e lartë, zotëri, ka pas marrë një vendim që i kërkonte gjykim në themel gjykatës së apelit. E gjykata i kërkonte i kishte drejtuar 3 kërkesa dhe gjykata e apelit, pra gjyqtarët e gjykatës së apelit, që grup se s'mund ta unifikoj këtë gjykatën në mënyrë institucionale, 3 gjyqtarë të gjykatës së apelit me lidhje nepotike, me zonën Ballukuaj, zotin Rama, dhanë një vendim të një anshëm duke dhënë vullën Sali Berishës. A urrëzua sistemi gjyqësor elektoral këtë sistemi i zgjedhjeve të 2020 lokale? Po, zotëri. Pse? Sepse në qoftë se këshilltar që kishte firmosën Keled Alibej, tani ky Keledi nuk kishte fuqi juridike, a janë të paligjshëm? Vendimet e Kasit, Kolegjit Zgjedhor, Komisionit Qendror Zgjedhjeve, a janë të paligjshme? Dhe atëherë ky zotëria, zoti Berisha, a e mori vullën dhurat nga zoti Rama? Po, zotëri, atëherë zoti Rama a po e man peng? Cila ishte marrëveshja? Marrëveshjen ja kërkoi Lulzim Bashës Rama. Hajde të bëjmë një marrëveshje, të godasim drejtsinë e re. Çka Basha nuk e pranoi në atë kohë. Dhe e bëri marrëveshje me zotin Berisha. E filluan pasaj lojën e mjakiznakëve me Komisionin Xhafa për goditjen e Spakut. Kjo është e vërteta. Tani çfarë kërkon Berisha të bëjë me këto zgjedhjet e fundit? T'i hap rrugën Argita Berishës. Ku iku Paloka? Atë e shikon si kryetaren e re të PD-s të ardhshme? Atë punë Berisha që nga viti 2013 atë ëndër kishte. O largue për të mos u larguar. Edhe shpresoj, besoj që do bënte edhe me Lulzim Bashën, siç ka bërë me Tritan Sheun. Marrova mandatin e presidencës, erdha unë, ikta në ti. Sepse kjo është mendësi tribale. Dhe ai ki pa. Tabakja e pata para lajmëruar në emision me ty, që kërceu grupi Çiftelia, pra më morën edhe vallën. E pata para lajmëruar të këti, që Tabakja nuk bëhet në kryetare për tije. Si kërcyen në zgan, apo si ishen mirë? Do, më ishë. Sa po emësonin, po përpiqeshin tje. Po fjalët i këndonin mirë të tekstit. Po përpiqeshin që ja vërtetonin zotit Berisha se ne jemi berishist. Pra, zonja Tabaku tha i kërkoj falje zotit Sali Berisha. Jerë tha është dita fundi Sali Berishës. Kemi Gazmend Bardhin. Si e ke parë, duke sigurisht i tërhequr. Gazmend Bardhi është kryetari i grupit parlamentar, nën kryetari i partisë. Por ka qenë sekretari i partisë, i cili ka pa ditë nul mokën. U rikonfirmua sekretari i Për partisë. në gjithë lalësit, në gjithë dosave të korrupsionit. Dhe ka pa ditë në SPAK Sali Berishën për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar me falsifikim vullash, stampash. Se prandaj është problemi ky gjykimi në themel. Se kur të hapet dosja, dalë një serve penale të një grupit strukturuar kriminal. Falsifikim vullash, stampash, formularësh. Se këtë dokumentacioni është vullosur me vullën degës numër 3. Dokumentacioni një partije edhe një shoqate ka një vullë kombëtare, zotëri. Dhe ky është problemi. Ky Gazi e ka bërë paditën aty. Dhe i padit babajnë të Zenit. Dhe tani, Gazi është nën kryetari i zotit Berisha. Tabakja iku dhe iku dhe Luçi. Sa ishte aty, PD funksionon të mirë. Tani thaj kishte votim subjektiv. Tani është bërë gatshëm Belindi për ta marrë parti. Por e ka të kotë, thoti. Është Argita... Absolutisht e ka të kotë. Kushdo që vjen aty është nën urdhrat e familjes. Është nën urdhrat e familjes. Atë parti, Berisha, si që ka, thot është shprona ime, vëlla. Është shprona ime, zotëri. Si është shprona jote? Është shprona ime. Pra, Berisha e ka nisë nga komunist, u bë antikomunist. Dhe tha, bashkëvujtës e bashkëvajtor. Nuk abrogoi ligjin e pronës, që fola pak më sipër të. Nuk përkrahut për ndjekurit politik. Dhe në vigjilje të 100 vjetorit
të shpalljes së pavarësisë me 12 tetor.